Po, absolutisht është herët që të nxjerrë konkludime, sepse edhe nuk bëhet fjalë për vetë presidenti Trump, bëhet fjalë për djalin e tij që nuk është Donald Trump, pra nuk është një person që është drejt për drejt i përfshirë në politikë bërje në shtëpinë e bardhë. Vetë presidenti Trump është i paparashikueshëm. Pastaj aty është në shprehje edhe Departamenti i Shtetit, edhe faktorë tjerë, por megjithatë duhet kemi parasysh që lëvizja trumpiste apo lëvizja e ekstremit të djathtë që tash është në pushtet në SBA, është një lëvizje që nuk ka respekt për ato që kanë bërë më herët politikanët amerikanë, pa më parasysh a kanë qenë ata demokrat apo republikanë.